Hello Scorpio, hello akrepat e mi. Kjo është parashikimi i juj për vitin 2026. Pra, çka ka me na ndodh në 2026 juve, edhe mu bashkë me juve. Çka ka me na ndodh? Sa zërë është mi bo për veten. Shumë zërë se ka gjana që s'pëlqejnë. Vazhdojmë, Saturni ndron vend. Dhe më thonë Saturnin e kemi në dash, ka me ndru vend me datën 13 shkurt. Çka dhe më thonë kjo? Kjo dhe më thonë që na e kena pas fokusin të dashuria për 2 vjet e gjysmë me radhë, 3. Fokusi jonë ka qenë qysh mu dashuru, qysh mi bo stabile lidhjen tonë, qysh me mujt kështu, qysh me mujt ashtu, tash neve na ndron fokusi fare. Çka na ndodh? Na ndodh që na del Saturni në fushën ku na duhet mu marrë me punën, me preokupime ditore, çka është ajo çka ka me na preokupu më shumë ti gjatë ditëve tona, për ditëshmërisë tonë. Saturni vjen me na vetë, a keni qenë disiplinum, as keni qenë disiplinum. Nëse keni qenë të disiplinum, keni me marrë benefiten. Nëse keni qenë të pa disiplinuar, atëherë keni me marrë besa edhe dëmtime, rrëzime, sakatime, dështime, e tutje. Pra, këtë mbaret, çka keni me mjell, keni me korë. Saturni është qajo, karma. E na kena në fushën e punës edhe e rutinës ditore besa dhe shnetit. Vunja një veshin, shëndetit, shumë akrepa. Vazhdojmë me Jupiterin që është, kena folë shpesh. Ai plaku që thot, çka po danë bre, pidu një shpi, që kuj ke 3 shpia. Qaj Jupiteri, po vjen në fushën tonë të arriturave. Po vjen me na befasu edhe me na pru senet mira në reputacion, ka me na rrit reputacioni, ka me pas ma shumë njerës që kanë me na respektu, ka me qenë rëndësishme çka po thojmë na, kena me kriju karierë, kena me fitu pozitat të mira në puna, pozitave ma të mira në puna, jo aty ku po doni jo, po edhe pak ma mirë, se Jupiteri gjithmonë pak ma shumë se sa menojmë na bjen të mira. Po mos e vos zot me ba me na gjetë Jupiteri në gjendje të keqe, atëherë veç çka shkon tuje, zmadhu edhe të keqen. Kujdes se Jupiteri o budall, nuk e dina është mira keq, ai vetë ja fut e zmadhan. Vazhdojmë me Uranin, me 16 prill, kena tregu që shkon në bineq. Tash Urani në bineq. Te na, Urani ka qenë në fushën e 7, na ka maltretu. Apo divorcohemi, apo s'divorcohemi, apo ndohemi, apo ndohemi. 7 vjet me radhë. Ndomje, divorce, çka di unë, ripozicionime, ndryshime në raporte, në të gjitha marrëdhëniet kontraktuale. E tash, po na liron pak, po ik prej neve, po shkon në fushën e 8, fusha 8 është regenerim, kena me mujtë me fitu paret partnerit, për shembull befasishëm, partneri jonë e fiton një punë më të mirë, edhe të ardhëna më shumë shpe. Befasishëm kanë me ndodhë gjanat, dhe me thonë, reformatizim i joni i mbrendshëm, jeta seksuale ka më rritë, nëse ju një mënë që ajo, në i senë, edhe guxim me bo gjanat e cilat nuk guxojnë të tjerët, ka me na dhanë pak ma shumë Urani guxim, edhe pak ma shumë mundësi me fitu për shembull trashëgimi familjare, me rregullu do çështje që kanë bajnë me financat e partnerit, me financat që na vinë prej tjetër kohë. Për shembull, a mi thonë, a mos mi thonë, lojnat e fatit për shembull. Lojnat e fatit për shembull kanë pas periudha shumë të mira, përgjithësi paret të cilat nuk i fitojnë vetë. Kena me pas fat në paret të cilat nuk i fitojnë vetë, që i bjen me thonë me trana i loto. Merkuri retro në fushën tonë, në fushën e parë. Dhe me thonë, Merkuri retro është informata po vjen për s'dyt. Njëherë nësë kena dash mi marë, masa nej, ajo ardhë prapë, edhe dojë mos kena mi marë. Vendimet e vjetra vinë në rishqyrtim. Atëherë edhe pozicioni jonë ndaj problemeve të vjetra ka me marrë një farë tjetër pozite. Nuk ka me qenë më njëjtë. Këta e ndatat 24, 10 deri me
13 të 11. Ripozicionim, duheni me qenë shumë këmbgulës edhe me kërku atë çka ju takon. Mos u habitni se ju ka njëherë për hatër të tjerëve jeni në gjendje veten me e harru. Jo e unë bashk. Shkojmë me Venerën, Venera po ashtu retro në të njëjtin periudhë, kur i vjen kjo tetor-nëntor viti tjetër. Ndryshimin punë, në dashni e re, po thot, kush dashni e re, kush pret marrë për dashni të re dhe një vjet. A jeni gati jo me prita? Hajtë mirë se na shtakane i thënë pak më herët. Kthehen dashnit e vjetra, ripozicionim në raportet të cilat kanë qenë dikur, po ashtu borxhet të cilat na i kanë pas na i kthejnë, edhe duheni me ditë që Venera kur është retro, gjithmonë jena më nostalgjik, i falim të tjerë pak më shumë. Vazhdojmë po ashtu fushën e 10, karriera, një befasi shumë e madhe na vjen me datën 12 gusht, rreth datës 12 gusht kena thënë. Shpes rreth datës 12 gusht, shumë pozicion i mirë planetar për status 3. Që i vjen me thënë nëse keni qenë shef i vogël, keni mu bo shef i madh. Nëse keni qenë një pozitë të cilën keni dasht me arrit, ju keni me arrit pak ma shumë se aq. Eklips solar i vjen me thënë për një herë me udhëz një reflektor i madh edhe me u pa e vërteta. E cila ka qenë më shefur për juve të dashur akrepa, karriera, pozitë e re. Tash këtu i kemi 2 pozicione të cilat na ndodhin në fushën e dashurisë. I pari është me 28 gusht. Me 28 gusht, fundi gushtit, një fund i lidhjes ose kulmim i ngjarjeve. Fund i lidhjes toksike ose kulmim i ngjarjeve në gushtin e vitit 2026. Fundi i gushtit i vjen gati me dalë në shtator, që aty ta dini që qajo dashnia që u kthy, qajo po shkon se o kthy me dallaver. Diçka s'on rregull këtu. Edhe Merkurin poshtu kemi retro në fushën e dashurisë, jena të fol për datën 20 shkurt deri me datën 20 mars. Dhe më thonë që ta që po vi kanë shkurt, po na u kthej kanë neve, për me na kallëzu diçka ose diçka me na denu ose diçka me na shpërbly, në gusht, në fund gushtit, ta dini pra, mos harroni çka po ju them, mos i harroni këto data, edhe të keni kujdes kur të kthehen ata 2 vjetrit. Mos e hani forën prap. Edhe Saturni retro. Edhe Saturni retro po ashtu me datën 26 qershor, edhe do të jetë retro deri në fund të vitit 2026. Çka bën tash Saturni retro? Te na, që është fusha e 6. Saturni retro për neve është fusha e 6 puna. I vjen dikush që na ka pas qitë pi pune, mati, na thirrë edhe i herë. Do të hajde se tash po kam nevojë për ty. Do kontratat të cilat keni dashni arrit dikur, keni mi arrit në gjysmën e vitit, në pjesën e dytë të gjysmës së vitit 2026. Që i vjen, nuk o fort keq, që po thani jo. Mus më duk fort keq, nashta ju keni kërku pak ma shumë. Pi vjen dashni e re, pi vjen karrier pak ma shumë. Këtë më varet sa jena në gjendje na me u transformu. Çka i vjen mu transformu? I vjen që në 2025 me i lanë të gjithat këqijat, veset e këqija, mendimet e këqija. Nëse e keni një mendim në kokë edhe nuk hiqet ai, që sa vjetë është aty nuk heket, është në i natë ose çka do tjetër, provonin 2026 mos mi marrë me veti. A dini pse? Se është vit shumë simbolik. 2025, 225 në prodhon nënshin, edhe është fundi i ciklit. 2026 e prodhon 10-shin, ose nishin, që i bjen një fillim i ri. Jep janë i vre shansën vetës me anis një fillim të ri. Hajde pra krepa, vallmojni majt me vlerat vjetra, me jo unë kom thonë kështu, jo unë i kom botonat, jo unë jam mundu, jo unë kështu, jo unë ashtu. Hajde edhe një shansë pja jepim vetës, edhe nuk pishikojmë sa në qaq thell. Kena harru me kallëzu që akrepi është shej i ujit, që ka të më thonë uj edhe akrep, edhe është fix. Ujnë e kena në 3 gjendje agregate, kemi lumin, kemi dhe më thonë uj, ajr edhe akull.
edhe e kemi lumin, që është rrjedhshëm, e kemi liqenin, që është statik, edhe e kemi detin, që është shumë i madh. E tash kjo i vjen që na jena liqe, se jena edhe uj, edhe fiks, liqe. Kështu që në liqe munden më rrit shumë gjallësa të cilat janë të helmushme, sepse nuk rrjedh uji. Kujdes, mos e helmoni veten. Me helmin e juj mundeni për veten me helmu. Të dashura krepa, ky ishte parashikimi për vitin 2026, për të gjithë juve, të gjithë të cilë keni qef mi pas një hartë natale, me kuptu qita pozicione planetare si ka në ndiku personalisht një juve, se se cili prej neve e kemi një nënshej, ju që e dini nënshejën, lexoni edhe, këqyreni edhe nënshejën e juj, këqyren dhe për partnerin e juj. Kjo është e gjithë që kena më thamë për juve, ju e dini se çka duheni me ba, duheni me shku me bo subscribe faqen tonë, me më shkru mu nëse do një hartë natale, edhe me qenë të but me veten, shumë kujdesshëm me të tjerët. Miru pafshim.